shumë se vetë institucionet shtetërore. Për sa i përket Bashkimit Evropian, nuk kam asnjë lloj ndjesie. Të themi drejtën, unë e kam qyt kooperativ dhe unë nuk jam për futjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian sepse është futja në kooperativ, mua nuk më pëlqen ajo sepse në atë kooperativ vetëm vjedhet, vetëm bëhet. Dhe ju krija e Bashkimit Evropian është hapi fundit që po bëhet dhe do shkojë drejt shkrirjes. Tek e fund Bashkimi Evropian është një shoqat, një organizatë e krijuar, e sajuar, dhe sot po shohim që edhe brenda Bashkimit Evropian kemi korrupsion, kemi një Bashkim Evropian i cili në themelin e tij, nëse do dali kjo, nuk është se s'do dali, se do dali, është patjetër do dali dhe do shihni që programi i Bashkimit Evropian ka qenë për varfrimin e Ballkanit Perëndimor dhe kthimin e Ballkanit Perëndimor në një grop për refugjatët, pra kamp për refugjatët. Ky ka qenë programi i Bashkimit Evropian dhe pra ne kanë kërkuar që vendet e Ballkanit të futen sa më shpejt në të organizat. Shqipëria pjesë po ta marrin gjë normale, pra ta quajmë është një organizat normale, Shqipëria nuk është pjesë e gatshme për të futur në Bashkimin Evropian për një arsye të thjeshtë, sepse ne kemi një varfëri, kemi një korrupsion, kemi një shtet pa shtet, kemi një mafia shtet dhe unë nuk e kuptoj se si mundet që një vend i tillë, i cili nuk ka asnjë lloj sigurie, edhe se kur flasim për siguri kombëtare, kuptojmë drejt që është edhe siguria e pronës, siguria e jetës, që të vinin investitorët e huaj do një siguri juridike, gjë që në Shqipëri mungon, se sot e ke pronën, nesër ta merr, nesër del dikush tjetër. Dhe kështu që nuk besoj, këto janë propaganda që i bën zakonisht kryesisht, domethënë, këto propaganda e bën e majta. Dhe fatkeqësia e Shqipërisë është se atë që kam ritheksuar disa herë që në 35 vjet ne kemi ndjekur një politikë të Sorosit, pra një politikë të majt, dhe nuk kemi ecur përpara. Pikërisht kjo është pjesa më e madhe që bëhet në Shqipëri, sepse këtu mungon e djata, nuk kemi të djathtë në Shqipëri. Dhe pavarësisht se këta i vejnë emrat vetë, se këta herë quhen të djathtë, herë konservator, pastaj kthehen qenë, pastaj dalin majtës sipas dëshirave të tyre. Por nuk kemi ndërtuar në 35 vjet, ne nuk arritëm të ndërtojmë shtet, por gjithmonë kemi ndërtuar vetëm pushtet. Edhe po edhe kur përmendet nëpër media apo nëpër debate, thohen emrat e kryetarëve, nuk thohen emrat e partive. Këtu është vetëm partia, vendos partia për çdo gjë. Pra vazhdojmë atë mentalitetin e partisë shtet. Prandaj them që ne këtu kemi ndërtuar vetëm pushtetet dhe asnjëherë s'kemi ndërtuar shtet. Duke ndërtuar vetëm pushtet, atëherë patjetër që do ndërtohen edhe diktatura. Zoti Mirkoçi, formave të ndryshme. Nga ana tjetër, a ka ende tashmë kuptim për të flitet për vetë reformën në drejtësi, kur vetë këto struktura zbatuese të ligjit dyshohen dhe përfshihen në korrupsione? Flasësh për reformën në drejtësi, fatkeqësisht apo fatmirësisht toni vetëm i cili e kam kundërshtuar këtë lloj reforme në vite me radhë. Qysh në hapat e para, sepse ishte një reformë e cila ishte antikushtetuese dhe pa një bazë ligjore dhe patjetër do shkonte në të lloj forme. Por në momentin kur politika u bë bashkë, si në asnjë vend tjetër të botës, që u votua ndryshimet kushtetutese, janë ndryshuar rreth 58% të kushtetutës dhe ndryshuar me vota 100%, pra 140 vota në parlament, 100% votimin, që s'ka ndodhur në asnjë vend tjetër të botës që ndodhi një votim 100%. Në atë kohë kam thënë që faleminderit që e votuat, sepse votuat diktaturën në Shqipëri. Ndoshta u mor pak si, nuk di si, po pata disa debate për këtë, por gjithsesi sot tregon që ajo reformë është e dështuar. Është e dështuar në të gjitha pikat dhe nuk u bë ajo reformë pikërisht për një arsye, duhet të kuptoni një gjë. Ajo reformë është e stisur dhe e kapur nga Sorosi. Pse e them këtë? E them sepse është e vërtetuar, jo se unë dua ta them, por është e vërtetuar. Jemi vetëm një vend në botë që ne e kemi Sorosin në kushtetutë. Nuk ka vend tjetër
në botë që Sorosi të jetë në kushtetutë. Pra Sorosi është komandant në çdo institucion të drejtësisë. Dhe bën politikën e tij. Unë nuk e di se e Majta ka sjellë ndonjëherë zhvillim në ndonjë vend. E Majta gjithmonë ka vetëm propagandën dhe pastaj fillon varfëri, shtypje, terror, çdo gjë e bën. Presin e familjes. Dhe po ta vini re tani ngrihet, nuk di, domethënë se nuk gjej një vend tjetër në botë që mas disa vitesh ngrihet kryeministi thotë duhet të ndryshojmë prapë kushtetutën. Qartë. Dhe unë e kam quajtur paçavure, jo më kote kam quajtur paçavure. Sepse ndrohet kushtetuta nga njerëz të cilët nuk marrin përgjegjësi. Se një deputet është 4 vjet, por nuk e ka të legjitimuar që do jetë 4 vjeç tjetër dhe ky merr një vendim për fatet e kombit dhe të popullit nga kartonin. Dhe mos harroni se në ndryshimet e fundit të kushtetutës, pra, kur u bën, ka ardhur edhe i burgosuri me pranga, ka votuar kushtetutën. Që është absurditeti më i madh. Dhe nuk pati kurajë një njeri ta ngrej kartonin kundra. Një njeri nuk pati kurajë. Dhe sot të gjithë këta politikanë, pa përjashtim të asnjërit, flasin dhe godasin atë që ka ndërtuar vetë, sepse këta ndërtojnë ligje, ndërtojnë institucione, vetëm për interesa personale. Nuk i ndërtojnë për interes të kombit, për interes të popullit, për interes të zhvillimit, por për interesa personale. Ashtu si që ndërtuan korporatat që po ju del sot, po ju del hapur se çfarë janë në realitet. Se kanë ndërtuar për atë botën e nëndeshme që themun tashmë. Nëndeshme. E qartë. Zoti Merkoçi, nëse gjithë kjo situatë në vendin tonë do të vazhdojë, cili është skenari më i rrezikshëm? Skenari më i rrezikshëm është ai që të bëj vazhdimësia e këtij, pra çerdhja e Sorosit, unë e kam qytë Guacka në Europë, çerdhja e Sorosit të vazhdojë të ekzistojë në këtë vend. Dhe populli, i cili është i trysnuar, i varfëruar, i pafuqishëm për të reaguar, prandaj i ka syt tashmë tek drejtësia, po kjo drejtësi e cila është në bashkëpunim, se duhet të jemi realist, është në bashkëpunim të plot, qoftë me FBI-n apo me DEA-n amerikane, e cila ndodhet prezente në SPAK dhe duan jo për ta goditur politikën politikisht, po për ta goditur politikën ligjërisht. Dhe po të shifni në të gjithë veprimet që janë bërë, apo çdo padi që ngrihet, apo çdo akuzë që bëhet, është vetëm për korrupsion. Nuk kemi akuza politike që po i godasin politikisht, po vetëm për korrupsion. Po çfarë ndodh? Ndodhet është hedhur e propaganda që nëse ke mandat deputeti, mandat ministri, drejtësia nuk ka drejt të gjykojë ty dhe ti duhet vazhdosh zhvjedhjen. Dhe ke rastin ku i vetmi kryeministri në botë që del dhe mbron korrupsionin hapur. Pra, bën barrierë drejtësisë dhe tashmë kërkon të bëj barrierë me parlamentin. Kërkon që parlamentit bëhet barrierë e drejtësisë, mos lejoj që të hiqet imuniteti i deputetëve apo i ministrave, kujdo tjetër që ka një imunitet. Pavarësisht nga vjedhja, domethënë nga çmenduria themi që po bëjnë mbi këtë vend. Mirë, zoti Merkoçi, për të kaluar tek një tjetër temë, ku kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka bërë me dije në rrjetet e tij sociale se është ftuar nga vetë presidenti amerikan Donald Trump për të përfaqësuar Shqipërinë në Bordin e Paqes, një strukturë ideuar kjo dhe sapo krijuar nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës, e cila do të qeverisë rripin e Gazës pas përfundimit të luftës mes grupit terrorist Hamas dhe Izraelit. Pyetja është se sa mund të përdoret kjo ftesë nga vetë kryeministri shqiptar, pra më shumë për konsum të brendshëm politik, dhe sa reale e shihni ju këtë ftesë nga Donald Trump? Para një herë, duhet kuptojmë drejt që ajo ftesë nuk është nga Donald Trump, të paktën që është në momentin që ky e nxorri me gojë, doli në intervistë me gojë, jo me të nxjerrë. A dite kam dalë dhe kam përgënjeshtruar ato që ka deklaruar kryeministri i Shqipërisë, por të nesmen u detyruar ta nxjerrte ato ftesë të quajmë. Ai është njoftim ku bordi
bordi i drejtohet të 107 vendeve të tjera të botës me një shkresë ku i kërkon që t'i bashkohet këtij bordi apo kësaj iniciative për rripin e Gazës. Duhet kuptojmë drejt se bordi i ndërtuar